Trump kërcënoi BE-n me tarifa, por pse Shtetet e Bashkuara të Amerikës po i lutet Europës për vezë? Shtetet e Bashkuara kanë kontaktuar Danimarkën dhe vende të tjera europiane duke u kërkuar atyre të eksportojnë vezë, pasi amerikanët përballen me çmimet në rritje të vezëve, ka thënë sot shoqata e prodhuesve të vezëve të vendit. Kërkesa e Departamentit Amerikan të Bujqësisë kërkon me një sër tarifash të reja të Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndaj vendeve, përfshirë Europën, dhe kërcënimin për më shumë tarifa. Presidenti Donald Trump ka kërcënuar gjithashtu sanksione ekonomike nëse Danimarka nuk ja dorëzon kontrollin e Grenlandës Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Çmimet me shumicë të vezëve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës po shënojnë rekord, pasi epidemia e përshpejtuar e gripit të shpendëve në pulat vezore redukton furnizimet. Trump premtoi të ulë çmimin e vezëve në ditën e tij të parë në detyrë, por çmimet u rritën me 59% nga viti në vit në shkurt, muaj parë i administratës së tij. Një letër e parë nga Reuters tregoi se një përfaqësues i Departamentit Amerikan të Bujqësisë në Europë u kishte dërguar pyetje formale vendeve prodhuese të vezëve në fund të shkurtit, duke kërkuar informacion në lidhje me aftësinë dhe gatishmërinë e tyre për të eksportuar vezë në tregun amerikan. Ne jemi ende në pritje të udhëzimeve të mëtejshme nga Washingtoni për hapat e ardhshëm, por ne do të donim një vlerësim të numrit të vezëve që mund të dorëzohen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke supëzuar se ato plotësojnë të gjitha kërkesat e importit, thuhej në letrën dërguar shoqatës daneze të prodhuesve të vezëve në fillim të marsit. Shoqata daneze e prodhuese e vezëve njoftoi se do ta shqyrtojë kërkesën, por se në Europë nuk ka tepritës vezësh. Ka mungesë vezësh kudo në shkallë globale sepse konsumi po rritet dhe shumë janë prekur nga gripi i shpendëve, shtoi ai. Zëdhënësi shoqatës së prodhuesve të vezëve tha se ata kishin kërkuar më shumë detaje mbi kushtet e një marrëveshje të tillë, duke theksuar se eksportet e vezëve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë sfiduese për shkak të rregulloreve që lidhen me higjienën dhe faktorë të tjerë. Turqia tha në shkurt se kishte filluar të eksportonte rreth 15.000 ton vezë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sekretari amerikan e bujqësisë, Broke Rollis, njoftoi një plan muajin e kaluar për të kërkuar vezë të importuara si pjesë e një përpjekje prej $1 miliard për të luftuar gripin e shpendëve. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Kopenhag nuk ju përgjigj menjëherë një kërkese për koment. Reuters i kërkoi gjithashtu Ministrisë së Bujqësisë koment për këtë çështje.